Çfarë fiton qyteti i Vlorës nga ndërtimet shumëkaqe që po bëhen në brendësi të portit të Vlorës? Tashmë u mbyll edhe dera historike e portit detar, duke prishur traditën e një qyteti. U shem godina ku ishte vendosur dhe administrata e portit dhe kapitenerisë. Gjithashtu do të shembet edhe godina e re e doganës, si dhe terminali i pasagjerëve. Por çfarë realisht fiton qyteti i Vlorës nga oligarkët të cilëve ju ka dhënë gjithë ato toka publike dhe ku qytetarët e Vlorës as që nuk i afrohen dot për të bler shtëpi? Ku çmimi shkon deri në 3.000 euro metri katror. Kush blen me këtë shumë stratosferike? Porti të Vlorës ju mbyll hyrja historike. Kjo hyrje nuk do të funksionojë më për portin detar të Vlorës, ajo tashmë është mbyllur, ndërsa funksionon vetëm hyrja në krahun tim të djathtë që shërben për të hyrë në kantierin e ndërtimit, aty ku po ndërtohen ndërtime shumëkaqe. Vlorës ju prish një nga zonat më të bukura të qytetit. Për shumë qytetar, pyetja që mbetet pa përgjigje është e thjeshtë: apo zhvillohet porti i Vlorës në funksion të interesit publik, apo po përshtatet për interesa të tjera, të cilat nuk përputhen me nevojat e qytetit apo qytetarëve të saj, kundrejt korruptimit që i bëri oligarku drejtori të portit Valdet Bello. Ky i fundit arriti deri në mbylljen e hyrjes historike, por çfarë fiton qyteti i Vlorës nga ndërtimet shumëkaqe që po bëhen në brendësi të portit të Vlorës? Sa vende të reja pune do të krijohen? Sa do të rriten të ardhurat e qytetit? Sa hapësira publike do t'u kthehen qytetarëve? Sa familje vlonjate do të kenë mundësi reale të blejnë një apartament në këto ndërtime luksoze? Deri më sot, ajo që shohin qytetarët është humbja e një porti funksional, humbja e ndërtesave historike dhe administrative, humbja e një identiteti të një zone, i cili ka qenë simboli i qytetit të Vlorës. Në vend të tyre po ngrihen kulla betoni, apartamente luksoze dhe struktura që shumë kush i konsideron të paarritshme për xhepin e qytetarit të zakonshëm. Tashmë vlonjatët me të drejtë pyesin: a mund të quhet zhvillim kur prona publike kalon në duart të privatit dhe qytetari mbetet spektator? A mund të quhet sukses kur një qytet humbet aksesin në një pjesë të rëndësishme të vijës së tij bregdetare? A mund të konsiderohet investim strategjik kur çmimet e apartamenteve janë aq të larta sa shumica e banorëve vendas nuk mund t'i përballojnë? Për shumë qytetarë të Vlorës, zhvillimi duhet të matet me përfitim publik dhe jo vetëm me vlerën e betonit që hidhet, duhet të matet me mundësitë që krijohen për qytetarët, me ruajtjen e historisë së qytetit dhe me garantimin e pasurisë publike që ajo të mos shërbejë vetëm për pasurimin e një grushti njerëzish, ndërsa kantieret vazhdojnë punën dhe kullat ngrihen çdo ditë më shumë. Pyetja mbetet ende pa një përgjigje bindëse. Çfarë fiton realisht Vlora dhe qytetarët e saj nga ky transformim gjigant i portit detar? A do ta njohin brezat e ardhshëm atë port, që për më shumë se 100 vite ishte një nga simbolet më të rëndësishme të qytetit?